Iftari me Kurtin dha rezultat. Arben Talavari tha se Vleni po përpiqet të gjejë mënyrën për të dalë bashkë në zgjedhjet lokale. Grupi parlamentari Frontit Evropian i shkruan Këshillit e Europës, kërkojnë ndihmë rreth hetimeve të tragjedisë së Koçanit. Besimtarët musliman nesër festojnë Fitr Bajramin. Kreu i BFI-s tha se festa është një mundësi për shtrirëtorën e pajtimit. Fëmijët u gëzuan kandilave të Bajramit. Mbi 1000 të vdekur dhe qindrat lënduar nga tërmeti në Myanmar. Vazhdojnë përpjekjet për nxjerrje të mbijetuar nga rënojat. Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi me lajmet këtu në televizionin Shenja. Iftari 4 liderëve të Vlenit me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dha rezultate. Arben Talavari tha se të gjithë bashkë po përpiqen që të gjejnë mënyrën më të mirë të mundshme që Vleni të vazhdojë dhe në zgjedhjet lokale të dalë si përbashkët. Talavari tha se 4 liderët dhe Kurti kanë diskutuar për mjaft tema politike, por jo për emra të përveçëm. Lideri i Aleancës për Shqiptarët Arben Talavari ka deklaruar se në iftarin e djeshëm të thirrur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti kanë diskutuar tema politike, por jo për emrat të kandidatëve. Ai tha se në parim mbetet që Vleni të vazhdojë i bashkuar. Kemi diskutuar në përgjithësi, tashmë ka grupe punuese brenda Vlenit të cilët diskutojnë për përpilimin e listave ose ndaras ose veç, ose të përbashkëta dhe për kandidaturat. I pyetur sa janë dakorduar për listat, ai tha se janë duke i analizuar të gjitha rrethanat. Ta gjejmë mënyrën më të mirë të mundshme që Vleni të vazhdon edhe në zgjedhjet lokale, të delë si e përbashkët, u shpreh Talavari. Kushte ka radhën ka protestuar sot me karrige para kuvendit për simbolizuar pushimin 2 javor të institucionit ligjvënës pas tragjedisë në Koçan, ku humbën jetën 59 persona. Protestuesit mbledhen të diskutojnë për problemet me që si shtanë ata deputetët po pushojnë. Ata kërkuan që të publikohet i gjithë dokumentacioni i diskotekës Puls. Lëvizja Kushte ka radhën ka protestuar sot para kuvendit duke kërkuar drejtësi pas tragjedisë në diskotekën Puls në Koçan, ku humbën jetën 59 persona. Ata në mënyrë simbolike kishin sjell ulëse dhe pankartë në të cilën shkruhej: "Kuvendi është në seancë, ju lutemi për zhurmë." Pasi deputetët kishin anuluar të gjitha aktivitetet në kuvend pas ngjarjes së trisht. Borjan Eftimov nga kjo lëvizje tha se si qytetar janë të frustruar nga mosveprimi i kuvendit. Ne si qytetar jemi të frustruar nga mosveprimi i kuvendit. Jo vetëm këto 2 javë, kuvendi ka qenë pasiv edhe më herët. Kur deputetët të shkojnë në pushime, kemi vendosur që të mlidhemi dhe të diskutojmë për problemet. Ai u bëri thirrje institucioneve që në mënyrë transparente të publikojnë dokumentacionin për funksionimin e diskotekës Puls. Kërkesa i është dërguar Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Inspektoratit Urbanistik, Pushtetit Lokal në Koçan, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Drejtorisë të Hyrave Publike dhe Organit Konsultativ për Preventiv në Koçan. Ne po kërkojmë që të publikohet dokumentacioni për të parë nëse është bërë ndonjë mbikëqyrje ndër vite që kur ka funksionuar diskoteka. Nga lëvizja Kushte ka radhën kërkuan publikimin e dokumentacionit edhe për rastet si Besa Trans, Durmoturs, Onkologjisë dhe Spitalit Modular. Sistemi nuk funksionon dhe publiku nuk është plotësisht i informuar, me qëllim që të mbrohen individët apo grupet që sunduan vendin, than ata. Grupi parlamentari Frontit Evropian i kërkon Këshillit të Europës të dërgojë një mision të pavarur ekspertësh për të vlerësuar pavarësinë e hetimit në tragjedinë e Koçanit. Në një letër që ja kanë drejtuar 4 institucioneve të Këshillit, ata kanë sqaruar se hetimet e tragjedisë janë të motivuara politikisht, ndërsa kryeministri ka marrë rolin e prokurorit.
Grupi parlamentar i Frontit Evropian i ka dërguar një letër formale 4 instrumenteve kyçe të Këshillit të Europës, përmes së cilës kërkon një vlerësim urgjent dhe ekspertizë mbi, siç thon ata, drejtësinë selektive pas tragjedisë në diskotekën në Koqan, ku humbën jetën 59 të rinj. Letra i është adresuar Michael O'Flaherty, komisioner për të drejtat e njeriut, Claire Bezi, kryetare e Komisionit të Venecias, Livia Stoika-Becht, sekretare ekzekutive e grupit të shteteve kundër korrupsionit, dhe Theodoros Rousopoulos, kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Në letër, deputetët shprehin shqetësim për hetimet politikisht të motivuara dhe skandaloze, të cilët kanë në shënjestër vetëm ish zyrtar, ndërsa funksionarët aktual, të cilët kanë pasur përgjegjësi institucionale, pothuajse gjatë gjithë vitit para tragjedisë, janë lënë jashtë çdo procedure. Letra thekson gjithashtu përfshirjen direkte dhe transanksionale të kryeministrit në prokurori dhe në vetë hetimin, si dhe paradën publike dhe abuzimin gjatë arrestimit të një ish-ministri. GP i Frontit Evropian i kërkon Këshillit të Europës të dërgojë një mision të pavarur ekspertësh për të vlerësuar pavarësinë e hetimit, të iniciojë një debat në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, të kërkojë opinion nga Komisioni i Venecias për ndikim mbi prokurorin, të angazhojë Grecon për të hetuar ndikimin politik mbi vendimet e prokurorisë. Deputetët theksojnë se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë dhe nuk guxon të varet nga përkatësia politike. Sipas tyre, drejtësia selektive minon shtetin e së drejtës dhe shkatërron besimin e qytetarëve në institucionet. LSDM-ja kërkon urgjentisht anulimin e tenderit për software për ndikim në media dhe tenderit për anketa. Ato para së bashku me 400.000 euro të parashikuara për anketa duhet të jepen për ndihmën e familjeve dhe qytetarëve të Koçanit, vlerësojnë nga LSDM-ja. LSDM ka kritikuar marrëveshjen e qeverisë për të shpenzuar 400.000 euro për realizimin e hulumtimeve për politikat e saj. Kjo ndodh në të njëjtën kohë kur qytetarët po dhurojnë për ata që kanë pësuar nga tragjedia në Koqan. Во време кога цела држава жали. Në kohën kur i gjithë shteti është në zi për humbjen e 59 jetëve në Koqan, kur po mblidhen donacione nga qytetarët dhe bizneset për të ndihmuar familjet e viktimave, qeveria e Mickoskit dhe VMRO DPMNE ka lidhur një marrëveshje prej 400.000 eurove për anketa. Në kohën e pikëllimit dhe dhimbjes së popullit, për pushtetin më të rëndësishme ishin anketat. Kostova theksoi se për Mickoskin prioritet ka rejtingu dhe jo fakti që nuk ka pajisje për zjarfiksit dhe ekipe të mjaftueshme. Ова е безчувствителност во време кога Tenderi për hulumtimin e opinionit publik, i cili ka vlerën 400.000 euro, e fiton agjencia e tyre e preferuar Market Vision. Qytetarët po dhurojnë, ndërkohë që qeveria shpenzon para për vetë promovim, përderisa punonjësit, mjekët dhe mësuesit marrin paga më të ulta se ato që ishin premtuar, përderisa pensionistët me zjarin të mbijetojnë, përderisa të rinjt po largohen nga shteti, qeveria ka para vetëm për matjen e popularitetit dhe propagandë politike. LSDM kërkon urgjentisht anulimin e tenderit për software për ndikim në media dhe tenderit për anketa. Ato para së bashku me 400.000 euro të parashikuara për anketa duhet të jepen për ndihmën e familjeve dhe qytetarëve të Koqanit. Tani është koha për solidaritet dhe përgjegjësi dhe jo për matjen e rejtingeve dhe propaganda. Ministri i Shëndetësisë Arben Talavari ka njoftuar se momentalisht në spitalet e vendit janë duke trajtuar 21 pacient, ndërsa jashtë vendit 89 pacient. Ai tha se 5 pacient brenda vendit sot do të lëshohen në mjekim shtëpiak dhe 2 pacient nga vendet e jashtme gjithashtu pritet të kthehen në vend. Ai gjithashtu theksoi se 4 pacient vazhdojnë të jenë në gjendje kritike. Gjithsesi momentalisht në Shkup janë 21 pacient, prej cilëve 6 janë në qendrën klinike, 6 pacient janë në spitalin e vjetër të qytetit dhe 5 pacient në spitalin 8 shtatori, 4 pacient janë në për klinikat private në Shkup. Sot lëshohen në mjekim shtëpiak 5 pacient, do me thënë në të gjitha spitalet në Shkup mbeten 16 pacient. Jashtë shtetit, momentalisht janë 89 pacient, dhe sot presim kthimin e 2 pacientëve, një pacient prej Lituanie dhe një pacient prej Suedie.
Me rastin e Fitor Bajramit, kreu i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Veriut, Shaqir Fetau, ka dërguar mesazhin e Bajramit. Fetai tha se kjo festë le të jetë një mundësi për të forcuar lidhjet tona me të tjerët, për të shprehur dashuri dhe respekt për familjet tona, për të shtrirë dorën e pajtimit dhe për të kujdesur për ata që kanë nevojë. Ai theksoi se Fitor Bajrami është një ditë e veçantë, një ditë që shpreh falënderimin ton të thellë për përkushtimin ndaj Zotit Madhërisëm. Sot ndahemi nga muaji i bekuar i Ramazanit, për shka falenderojmë Zotin e Madhërisëm që na mundsoi ta përjetojmë këtë muaj të shenjtë, ku dëshmuam se agjerimi është një obligim hyjnor, është një akt i forcës së besimit dhe vetdijes për përkushtimin ndaj Zotit. Për besimtarin, festa e Fitor Bajramit është kulmi i këtyre përpjekjeve dhe një ditë e madhe gëzimi. Është dita e fitores së besimit mbi mosbesimin, e fitores së të mirës mbi të keqen, e fitores së dijes mbi ignorancën, e fitores së paqes mbi luftën, e fitores së solidaritetit mbi ndarjen, e fitores së respektit mbi urrejtjen dhe e fitores së njerëzores mbi jo njerëzoren, tha Fetai. Sot ndahemi nga muaji i bekuar i Ramazanit, për çka falenderojmë Zotin e Madhërisëm që na mundsoi të përjetojmë këtë muaj të shenjtë, ku dëshmuam se agjerimi është një obligim hyjnor, është një akt i forcës së besimit dhe vetdijes për përkushtimin ndaj Zotit. Për besimtarin, festa e Fitor Bajramit është kulmi i këtyre përpjekjeve dhe një ditë e madhe gëzimi. Është ditë e fitores së besimit mbi mosbesimin, e fitores së të mirës mbi të keqen, e fitores së dijes mbi ignorancën, e fitores së paqes mbi luftën, e fitores së solidaritetit mbi ndarjes, e fitores së respektit mbi urrejtjen dhe e fitores së njerëzores mbi jo njerëzoren. Marshi tradicional Kandilat e Bajramit është mbajtur edhe këtë vit në Shkup. Autobusi Panoram me fëmijë udhthoi nëpër rrugët e Çajirit duke shpërndarë atmosferë gëzimi. Festa e Fitor Bajramit është një ngjarje e rëndësishme dhe festive për besimtarët musliman, që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Sot po shënojmë ditën e 29 me radhë të muajit të shenjtë të Ramazanit, nga ku dhe për këtë arsye, në kuadër të festës së Fitor Bajramit, një ngjarje e veçantë dhe e rëndësishme për besimtarët musliman është zhvilluar në çarshinë e Shkupit, nga shoqata kulturore Vizioni M dhe Parimi, ku organizua manifestimi Kandilat e Bajramit. Ky manifestim jo vetëm që i bashkoi qytetarët, por gjithashtu theksoi edhe vlerat e paqes, bashkimit dhe mirësisë, që janë themeli i kësaj feste. Në veçanti, ky aktivitet i gëzoi më së shumti fëmijët, të cilët u shoqëruan me autobus nëpër rrugët e Çajirit për të vizituar dhe përjetuar atmosferën festive. Pas kësaj marshute të këndshme, fëmijëve ju dhanë dhuratat e Bajramit, gest ky që tregon një simbol të solidaritetit dhe dashurisë që karakterizon këtë festë të shenjtë. Ky projekt fillon me një marshut veçantë me autobus nëpër rrugët e Çajirit, ku së bashku me fëmijët do të sjellim atmosferën e gëzueshme të Bajramit, ndërsa autobusi lëviz në çarshinë e Shkupit përballë Murat Pashës. Shoqata edukative Parimi ka përgatitur një ekspozitë artizanale unike, solid dhe vepra artistike. Në përfundim të marshutës, autobusi do të ndalet në çarshinë e Shkupit, ku do të organizohet një manifestim i veçantë për fëmijët, ku do të shpërndahen dhurata Bajrami për t'i bërë edhe më të lumtur ata në këtë ditë të shenjtë. Ky manifestim shënoi një moment të bukur dhe të paharrueshëm për ata që morën pjesë, duke i ofruar një mundësi të veçantë për të festuar së bashku dhe për të ndarë gëzimin e Bajramit, nga ku me plot entuziazëm ata vazhduan rrugën për tek dhuratat. Të dielën, duke nisur nga ora 2 e datës 30 mars, pra nga ora 2 e mesnatës, akrepat e orës do të shkojnë 60 minuta para.
Qëllimi i ndryshimit të orës është për të përfituar sa më shumë nga energjia diellore si dhe kursimin e energjisë elektrike. Prej vitit 1981 u vendos ndryshimi i orës që përfshin të gjithë Europën ku në shumë shtetet e saj akrepat lëvizin 60 minuta përpara. Norma europiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit periudhës së orës verore ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orat dimrore kur ajo shkon një orë pas. Ndryshimet bën të dielën e fundit të marsit dhe të dielën e fundit të muajit tetor. Ora verore do zgjas deri të dielën e fundit të muajit tetor kur akrepat do të kthehen një orë pas. Vazhdojmë të me lajmet. Qeveria e ardhshme e Kosovës duhet ketë një agent të qartë në lidhje me procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Eurodeputati austriak Lukas Mandl theksoi se kjo çështje duhet jetë sipas tij prioritet absolut për ekzekutivin dhe legjislativin e ri të dalë pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Duke lënë të kuptohet se tashmë Brukseli pret lëvizje konkrete. Mandl u shpreh se është e rëndësishme që të vësh vetë diçka në tryezën e bisedimeve. Mandl është optimist se përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas do të angazhohet për dialog pozitiv mes Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se Komisioni i ri për marrëdhënie të jashtme dhe përfaqësuesja e lartë për marrëdhënie të jashtme të BE-s Kaja Kallas ka ndërmarrë hapa shumë pozitiv drejt një dialogu më të mirë, tha ai. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se gjatë qeverisjes së tij janë 10 fishuar investimet në ushtri e theksoi se sot pagat në ushtri janë më të larta në rajon. Ka qenë 28 milion euro, ushtria më e keq paguar në Europë dhe e kapur keq nga korrupsioni. Sot është 280 milion euro. Sot është ushtria më e mirë paguar e rajonit. Edhe Serbinë kemi kaluar me pagat në ushtri. Synojmë që brenda mandatit të katërt në Shqipëri në 2030, paga mesatare të jetë në mesatarën e pagave të vendeve të NATO-s, u shpreh Rama. Mëtej njoftoi se Shqipëria do të blejë dhe një anije të madhe luftarake, por nuk dha më shumë detaje. Kemi gjetur Fernaja dhe sot është një bazë taktike e NATO-s. Sot me flot helikopterësh dhe së shpejti me një anije të madhe luftarake veç të voglave. Ky është vetëm fillimi i një transformimi. Industria ushtarake ka nisur të hedhë themelet. Shkollën e aviacionit do ta rilindim. Kemi bërë marrëveshje me një partner shumë të fuqishëm ndërkombëtar, tha kryeministri shqiptar. Të paktën 1.000 persona kanë vdekur dhe 2.376 të tjera kanë pësuar lëndime si pasojë e tërmetit 7.7 shkallë të Richterit që goditi Myanmarin të premten, ka bërditur televizioni shtetëror i vendit. Ndërkohë, tërmeti ka lënë të vdekur edhe 9 persona në Tajland, si dhe mbi 30 të tjerë bllokuar në Ronoja. Regjimi ushtarak që udhëheq me Myanmarin ka bërë kërkesë për ndihmë humanitare nga Bashkia Ndërkombëtare dhe ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 6 rajone të vendit. Disa shtete kanë dërguar ekipet e tyre të shpëtimit si përpjekje për të lehtësuar situatën pas dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore. Lëkundjet kanë shkaktuar dëme edhe në Bangladesh dhe Kinë, ndërsa janë ndier edhe në Vietnam. Epiqendra e tërmetit ishte 17 kilometra larg qytetit me popullat 1.2 milionëshe të Mandalajt, vetëm 12 minuta pas tërmetit të parë. Një tjetër tërmet me magnitud 6.4 shkallë kishte goditur Myanmarin. Epiqendra e tërmetit të dytë ishte 18 kilometra në jug të qytetit Sapaingut. Kina ka vendosur që t'i vinë ndihmë Myanmarit me një vlerë prej 13.7 milion dolar pas dy tërmeteve të njëpasnjëshme që kanë çuar në kolaps vendit. Ndërsa Bashkimi Evropian ka ofruar 2.5 milion euro ndihmë fillestare emergjente.
Turqia dënoi sot sulmet terrore të Izraelit në Liban, duke theksuar se ato ishin në kundërshtim me marrëveshjen e pushimit. Dënojmë sulmet terrore të Izraelit kundër Libanit në kundërshtim me marrëveshjen e pushimit, tha Ministria e Jashtme turke në një deklaratë. Ne qëndrojmë me vendosmëri pranë popullit Libanit, tha ministria, duke denoncuar sulmet si dëshmi të mos përfilljes së ligjit ndërkombëtar dhe kërcënimit të tij të vazhdueshëm ndaj sigurisë dhe stabilitetit të rajonit. Ministria i kërkoi komunitetin ndërkombëtar të marrë qëndrim të bashkuar kundër asaj që i përshkroi si përpjekje të Izraelit për të krijuar një gjendje të përhershme konflikti në rajon. Autoritetet libaneze kanë raportuar më shumë se 1250 shkelje izraelite të pushimit, duke përfshirë të paktën 100 viktima dhe më shumë se 330 të plagosur. Sipas marrëveshjes së pushimit, Izraeli duhet të tërhiqej plotësisht nga Libani Jugor deri më 26 janar, por afati u zgjat deri më 18 shkurt pasi ai refuzoi të përmbushte. Izraeli ende mban një prani ushtarake në 5 pika kufitare. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.